Përmes dy procedurave të përshpejtuara është bërë i mundur konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe është miratuar qeveria e re e kryeministrit Albin Kurti. Albulena Haxhiu më në fund do të jetë kryetaria e Kuvendit të Kosovës pas disa tentativave të dështuar në legjislaturën e kaluar. Haxhiu me konstituimin e parlamentit do të dalë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit do drejtojë parlamentin. E propozuar nga lëvizja vetëvendosje mori 66 vota pro, ndërsa 44 vota kundër ishin nga opozita, 8 vota ishin abstenim. Haxhiu në fjalën e mbajtur pas zgjedhjes u shpreh se është e hapur për bashkëpunim me opozitën dhe për transparencë. Ajo foli po ashtu edhe për procesin gjyqësor ndaj shkrerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës që po zhvillohet në gjykatën speciale të Hagës. Me 104 vota pro, 6 abstenime dhe 3 kundër, u zgjodhën në blok 5 nënkryetare, duke cilësuar sipas kushtetutës të konstituuar Kuvendin e Kosovës. Nënkryetare të rinj: Ardian Golla, Lëvizja Vetëvendosje, Vlora Çitaku, Partia Demokratike e Kosovës, Kujtim Shala, Lidhja Demokratike e Kosovës, Zllako Simić, Lista Serbe, Emilia Rexhepi, Komunitetet Pakic jo serbe. Pas një ndërprerje prej disa orësh në Kuvend u konstitua dhe u zhvillua një tjetër procedurë e përshpejtuar, ajo për formimin e qeverisë së re të Kosovës. Para votimit, mandatari i qeverisë Albin Kurti mbajti fjalën e tij ekspozen para deputetëve ku paraqiti prioritetet dhe drejtimet kryesore të qeverisjes për mandatin e tij të ri. Ai theksoi arritjet e mandatit të kaluar, veçanërisht në aspektin ekonomik, duke përmendur rritjen ekonomike, masat sociale dhe mbështetjen për sektor të ndryshëm. Në fjalimin e tij, Kurti u ndal edhe tek procese gjyqësore ndaj shkrerëve të UÇK-s në Hag. Kryeministri deklaroi se kërkesat e prokurorisë specializuar bien ndesh me të vërtetën e luftës shkrimtare të Kosovës. Pas fjalimit të gjatë, ai bëri me dije se edhe emra që propozonte për formimin e kabinetit të ri qeveritar, të cilët më pas u miratuan me 66 vota pro, 49 kundër si dhe asnjë abstenim, duke hapur kështu një kapitull të re për qeverinë e Kosovës. Pas votimit, kryeministri Albin Kurti dhe ministrat e rinj bën betimin dhe më pas u mbyll zyrtarisë seanca i jashtëzakonshme.